Përfundimisht, vllai i madh është i paparashikueshëm. Ja ku vjen dita pra që Top Channel dhe Big Brother VIP Albania, të cilët dinë shumë mirë ta bëjnë këtë format, pa diskutim fare, arrin të teqojnë dhe një mesazh jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, jashtëzakonisht me shumë vlerë. Me hyrjen në shtëpi, me hyrjen e rrallë në shtëpi të Stenaldos, e cila është për herë të parë në historinë e Big Brotherave shqiptar dhe shumë e rrallë në botë, ku në shtëpi apo pjesë e formatit apo pjesë e eksperimentit bëhet një person i cili nuk shikon, ka dhënë një mesazh të qartë që edhe këta persona janë të barabartë si unë, si ti, si të gjithë dhe duan të trajtohen si të barabartë. Komplimente pafund Stenaldos për guximin e para dhe mbi të gjitha për tendencën për të mos u viktimizuar, edhe pse ai ka një problem shëndetësor, le të themi, pra nuk shikon, ai kërkon që të jetë i barabartë në mendime, në gjykime, në debate dhe gjithkund. Dhe kjo është ajo që mua m'pëlqen shumë. Pra që të mos viktimizohesh, sepse viktimizimi tashmë është një kartë e djegur për Big Brothera në përgjithësi, dhe në qoftë se nuk viktimizohet ky djalë, nuk ka të drejtë viktimizohet askush. Kështu që bravo qoftë, suksese nga ana ime. Sigurisht unë shpresoj që gjithë publiku ta gjykojë po njësoj si të tjerët, pra mos t'i mbajanën, mos ta mbajnë me hatër për shkak të situatës tij. Jo, ne do t'ja realizojmë dëshirën e Stenaldos që do ta gjykojmë njësoj si të tjerët. Njësoj, nga fillimi deri në fund. Gjithsesi, komplimente për guximin dhe bravo, bravo.